Atë natë kam shndruar gjithë natën pa gjumë, sepse kisha frikë që të më zej gjumi, sepse prisja atë të nesërmen që të vitë më marë dhe të më thotë se sa bukur janë rregullu gjërat deri diku. S'po prisja 100%, po deri diku të paktën, gjërat bazike. Kam qëndruar gjithë natën pa gjumë me frikën se mos ndoshta do më zente gjumi mëngjes, do vinte telefonata atij, unë nuk do e dëgjoja dot, do ikte telefonata, do ndodhte diçka tjetër ndërkohë që unë jam gjumë, do shembi çdo gjë. Kam qëndruar gjithë natën pa gjumë, erdhi ora 7 i mëngjesit, normalisht orën 7 i mëngjesit nuk do presësh telefonat, se tjetri mund të jetë në gjumë. Erdhi ora 8 i mëngjesit, 9 i mëngjesit, shoh telefonat nuk kam. Edhe mora vendimin që vetë t'i bëj një telefonat, që të shoh deri kur situata, kur do të vi që të marrë që të vazhdojmë përpara. I bëj telefonat dhe shoh telefonata e 4 e 5 nuk shkon më dhe e kuptoj nëpërmjet disa metodave tjera që ma kishte bërë blok numrin.